Tash do t'i përmendim disa fjalë nga Ali ibn Abi Talibi radiallahu anhu, nga khalifi i 4. Thot Ali radiallahu anhu: "Idha tamma al-aqlu naqasa al-kalamu." Thot kur plotësohet mendja e dikujt, paksohen fjalët e tij. Kur plotësohet mendja e dikujt, paksohen fjalët e tij. E kundërta e kësaj pra është kur është dikush mendje lehtë, shtohen fjalët e tij. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij: "Al-mar'u makhbu'un tahta lisanihi fa idha takallama dhahar." Thot njeriu është i fshehur pas gjuhës së tij. Njeriu e ka gjuhën si pengesë të tij. Kur ja fillon të fol, kur fillon të flas, thot atëherë shfaqet ai se çfarë njeriu është. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij: "Man kasa'uhu al-haya lam yara an-nas 'aybahu." Kush thot e ka turpin tesh të tij, thot atëherë njerëzit nuk do ta kenë parasysh mangësinë e tij. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij: "Awla an-nasi bil 'afwi aqdaruhum 'ala al-uquba." Njeriu që më së shumti duhet që të fal, ai është që ka më së shumti mundësi që të hakmeret. Ai që ka më së shumti mundësi të hakmeret, ai duhet të fal më së shumti. Sepse ai që nuk mund të hakmeret, edhe falja prej tij pra nuk është e plot. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër: "Akbaru al-'ibi an tu'iba ma fika mithluhu." Thot nënçmim më i madh dhe mangësi më e madhe është që ti kritikosh njerëzit për një mangësi që ti vetë e ke. Mangësia më e madhe thot është që ti kritikosh njerëzit për një mangësi që ti vetë e ke. Kjo është pra mbarja më e madhe dhe nënçmimi më i madh. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij, dhe të mundohemi pra që të përfitojmë prej këtyre fjalëve dhe të mbajmë mend, sepse secila prej tyre është pra një ders në veti. Thot Aliu radiallahu anhu: "Ashaddu dhunubi mastakhaffa bihi sahibuhu." Thot mëkati më i madh, mëkati më i rëndë për njeriu është ai që njeriu nuk e zën asgjë. Pra mëkatin të cilin ti nuk e zën asgjë dhe nuk të duket shumë i rëndësishëm, dije se ky është më i madhi për ty. Sepse para Allahut subhanahu wa taala asnjë mëkat nuk duhet të duket i lehtë. Siç kanë thënë pra shumë prej selefit, mos e shiko vogëlsinë e mëkatit, po shikoje madhësinë e atij të cilit i bën mëkat. Andaj në momentin që ti në sytë e ty një mëkat është i vogël, dije se ky është ai që mund të shkatërrojë. Dhe ky është ai i cili është më i rëndi për ty, sepse me këtë mëkat ti nuk merresh shumë, nuk mundohesh që ta përmirësosh dhe nuk pendohesh prej tij. Thot Aliu radiallahu anhu: "Afdalul a'mali ma akrahta alayhi nafsak." Vepra më e mirë për ty është ajo vepër të cilën nefsi yt nuk e ka shumë dëshirë. Ajo vepër në të cilën ti e detyron nefsin tënd. Pra e merr nefsin tënd dhe e detyron që ta veproj. Një lloj ibadeti i cili nefsi yt nuk e ka shumë dëshirë, dije se kjo është më e mira për ty. Në një fjalë tjetër thot: "Es-sukutu anil ahmaki jawabuhu." Thot heshtja jote është përgjigjja më e mirë për mendjelehtin. Heshtja jote thot është përgjigjja më e mirë për mendjelehtin. Pra mendjelehti nuk e meriton që ti as përgjigje t'i japish atij. Mendjelehtit hesht, siç thot populli, budallës lëshoja rrugën. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër thot: "Ta'allama al-ilma fa in kunta ghaniyan zanak wa in kunta fakiran sanak." Thot mësoje diturin, sepse nëse je i pasur do të zbukuroj, e nëse je i varfër do të mbroj prej gabimeve. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë tjetër të tij: "El-ma'rufu kanzun fanzur inda man tudi'uhu." Thot
vepra e mirë, bërja e mirë dikujt, bamirësia jote ndaj dikujt, thot është një thesar që ti ja jep atij. Andaj thot ke kujdes se kujt ja jep thesarin tënd. Pra, bamirësinë tënde, nëse ke vendosur që të bësh mirë, bëni mirë atij që ka më shumë ti nevojë. Pra, edhe kur ta bësh mirësinë, shihe se kujt po i bën mirë. Shihe pra se kujt po i bën mirë. Dhe padyshim se ai që ka më shumë ti nevojë është më meritor për bamirësinë tënde. Thot Aliu radiallahu anhu në një fjalë të tij: "El-aqilu idha sakata fakar, wa idha nataqa dhakar, wa idha nadhara i'tabar." Thot njeriu i mençur kur hesht mendon, pra e angazhon mendjen e tij. Wa idha nataqa dhakar, dhe kur flet bën dhikr, e përmend Allahun subhanahu wa taala. Wa idha nadhara i'tabar, dhe kur shikon merr mësim. Njeriu i mençur pra kur hesht mendon, kur flet e përmend Allahun, dhe kur shikon në diçka merr mësim prej saj. Në një fjalë tjetër që është shumë më rëndësi pra nga Aliu radiallahu anhu, të cilën shumë prej njerëzve nuk e din, pra është se Aliu radiallahu anhu vet ka thënë: "Inna khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyiha Abu Bakr wa Umar." Me të vërtetë thot njerëzit më të mirë të këtij umetit pas pejgamberit të tyre janë Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu. Pra vet Aliu radiallahu anhu po e pranon se Ebu Bekri dhe Omeri janë më të mirë të këtij umeti. Dhe thot në një fjalë tjetër të ngjashme thot: "La uta bi rajulin yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar illa jaladtuhu hadd al-muftari." Thot nuk më vjen një njeri që pretendon se unë jam më i mirë se Ebu Bekri dhe Omeri, vetëm se do ta dënoj me dënimin që e meriton ai që shpif. Pra Aliu radiallahu anhu ka qenë shumë i qartë në këtë mesele dhe ka thënë qartë se Ebu Bekri dhe Omeri janë më të mirë dhe më meritor për khilafet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.